Gjykata e Tiranës zgjeti fajtore dhe dënoi motrat Mariela dhe Antoneta Berisha për dhunën ndaj blogeres Klea Prenga. Mariela Berisha u dënua me 3 vite burgim, por për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuaj 2 vite nëse dënimi mbetet në fuqi edhe nga apeli. Motra e saj Antonela u dënua me 3 vite shërbim prove që ju reduktuan në 2 vite. Motrat Berisha u dënuan për akuzën e plagosjes së rëndë. Ato dënuan blogerën Prenga gushtin e 2024-s, teksa kjo e fundit ndodhej në një restorant në Tiranë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.